Nderuar Milona dhe vishë kemi në emisioni Radhës tonë Oksigjeni. Po, dhe nisja fal. Përshëndetje shikues të nderuar Radio Televizionit Kosovës, përshëndetje dhe ju mysafir të mesazh që keni ardhur ta përcjellni edhe më drejt për drejt emisionin brenda sallës Oksigjen, studios Oksigjen, mentori Patrici Roberti dhe nderimi si gjithmonë me ne dhe disponim e dekoruar prej Raiffeisen Bank, banka me renovrime ndërkombëtare, e cila na mbështet, sponsoron emisionin tonë. Faleminderit shumë Raiffeisen Bank. Loja shpërblyese vazhdon. Ose me 26 është tërheqja e madhe e banesës. Banesës vojmë të ekstrem, tu i them madhe veç Bëqet. Oke, përse më vazhdojnë në emisionin, na do të vazhdojnë sot e kemë një musafir pak stima është pro, është kontra, është uje. Ja, pro kontra tilla. Këta këshyrim që ka komre... Unë jam pro ati. Edhe unë jam pro, të shoj po si dijet ati kur nuk i dijet. Është i pa parashikushëm. Vjen nga skena në skena. Milaj Zeka! Përshëndetje Milaj, mirë. Ose Milajnsen Zeksen, se vjen nga Suedia. Po, çfarë? Me sen. Prej Drenice i rodë në Suedi. Kombinim fatal. Ja. Mene, për përspetella ullim të të veni, kështu që aty të lodhë. Që shdonin, dash ullim kom, dash në ullim kom. Hajtë të ullim. Ata morën me të mirë, Milajnsen, se ka lish ka fletë sot, Des ullim, Së zërët besimit e me qenë interesante biseda me safir e sallë dhe shikusë ndërët Radio Televizion. Ndoshta kam në leviz pak, si para se morë këtu, kam hongër kështu qëllimisht, kanë thot që su gjuku i gjakohë sa shumë i mirë, po i djens. Me shka për kje problem tash? Po me levizje pak. Sa grëngë së gjukin e gjalla? Sa grëndokaj dhe do të menaj me bysë në kusin një avdet me hongër su gjuk gjakohës. I të rëtërkiti për dëshirë në flakë tine. Vile mas pari bandirë që ke gjithë kohë me ardhë, ne do të fillojmë me pyetjet e pare. Ti e gazdor hulumtus. Është mjaft problematike tema, se dhe pas këtë situatë dhe në këto momente, është mjaft problematike se dihet ti me shka njërësh, do me me këtë problemet e shoshnisë kosovane. Po, unë veç dëshiroj me thonë në diçka që gazetarin, profesionin e gazetaris, tamam, 100% kam pas fatin, derin, shansin me ushtru në radio dhe në televizion suedis. Atje kam qenë... 16 vite, e Po, 16 vite. Atje kam qenë tamam gazetar. Problemi është se kur njeri u Se të si dalone? Jo. Pse? Këtu jam vetëm 2% gazetar. E 98%? 98% jam spekulant, si gjithë kolegët e mi, fatkeqësisht. Që përgjigja është në kuadër 2% që 98% që po flet tash. Unë veç du me të thoj diçka që jam në përgatitje të rejat një emisioni 3 që do të filloj në Radio Televizion të Kosovës, besoj ka një tetori, edhe atu do të keni, do me thonë në rastin me po se qka është gazetaria hulumtuse. Normal sot me gazetarin hulumtuse është sikur me shkelën e përmina mas luftes. Për arsye se mafia ekonomike e Kosovës ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me mafinë politike të Kosovës dhe këto dyja së bashku me mafinë ndërkombëtare. Trekançi, Ky trekanç të shkatërron, të djegë, të përvlon. Edhe a trekanç do mi minua ashta? Po një natë një i huj, një përfaqësuesi një ambasade të huj, tha Milajm qësh luftohet korrupsionin në Kosovë, thash kur të vras grunë, tha pse, thash bo dhe gruja mu ka korruptu se po dhe të shpia tonë, po vjedhe në vestis po munesh. Shka thonë për mbajt e emision, Milajm? Emisionit do të quhet kështu parotla. Edhe... Falë direkt, pse në rotla? Direkt, po... Që quhet emisioni? Po, më thot direkt dikuj si Jakob Kazolka, qifte ta. E që quhet emisioni? Parotla dhe? Falë barbor. Po parotla dhe quhet edhe... Parotla emisioni quhet. Madje du të thamë diçka që unë kam punu në emision shumë të famshëm në televizion suedis, është quhet striptease. Që me përkthy anglisht të bje cola. A ki lujt vetë, a ki angazhun e kam në emision? Pa, të s'ka në gazetari u lumtu se është i parë loje bugja, Okej. Milajm, unë kësha doshtë me, qka është për ty man në urgjec, në një farë mire, qka është për ty man në urgjec me hulumtu si gazetar?
Amdejone me thoi diçka cili pari mu ban ndoshta gazetar që dalloj prej disa të tjerëve. Ka gazetar shumë të fortë në Kosovë, pa dyshim. Por ndoshta unë kam gjetë atë farë shfaqc aparatin me shfaqësit për mas. Do me thonë e kam guximin, rrallë parë. Në sinceritet, ma kalojnë vetëm shpanzët dhe fëmija nër 6 vjetë, ndërsa në guxim qytetarë vetëm zoti. Tani, problemi është se të gazetaria hulumtuse, që se ti merresh me gazetari hulumtuse, duhet ta kesh një parim si kur mjeku. Mjeku kur e qep pacientin në tavolinë të operacionit, nuk pyet emrin, biemrin, kanë ki dajet. Unë nuk ja baj kur as kujt me inat. Dhe kam 25 vite gazetar, ndi vetën shumë krenar. Kur as kush nuk ka thonë Milajnë Zeka, ka thonë qështu, ka shkru qështu, ka bon qështu dhe nuk ka qenë qështu. Do të kam njerë si u rej njërë patologjike. Mi po në 600 metra në tranuna, këthizam putë. Mirë po, unë nuk ja baj me i noti, unë nuk e shfrytëzoj, dhe me thonë mediat, nuk e shfrytëzoj për një hakmor dhe kuj. Mirë po, në anën tjetër, para kamera janë qaq ranca, qaq dilingji, me mujtë të mas kamere, minë që zu me kamerë të më shef, e shen njerin hajnë, u vesh, tamam si bosa, u dënë. Edhe këtu del para kamere, thot paj, shikoni, neve mendojmë se situata në Kosovë politike, këta janë njerëz të shantazhuar. Bashkia Ndërkombëtare i din këta njerëz. Dhe unë mendoj që kena me pos shumë shtirë me kriju shtet. Asa me dhënë Milej më falë, ata me dhënë që me gjithat eksperienca jote në një shtet demokraci Suedia, me gjithat të është, a e mërë si për bashkësitja ato? Ore, dëgjëm, këtu nuk dvejt kërkush, këtu bashkë qaja të shkatron. Me koj meqën të na thojnë budon, me kon femna bukur i thojnë kurb. A gusta? Këtu është krejt vëth pratë, në ta na unë ta është vëth pratë. Imaginoj edhe një zyrtar i qeverisë të kalume dhe në vete ta Milaj Mbrebur, kun fillu me funu në kabinet e kryeministri, poshtë zote, qfar kompjuteri me blej, thash Pentium 0, tha po s'ka budon, thash soj ki një trunën qas kompjuteri. Këtu e kalon fort mirë me pos njëri trunin e gjons. Do me thotë që nuk, a dini ju pse na dol na popull e ma optimist besim? Jo. Seriozisht po ta, me kun studiu, kun lexu, jena dol populli ma optimist se na reagojmë si kur lëp në Australi, kur ja qëpën veshin bërtet. Qysh mund është me kopi optimist një popull pa ujt, që është pa la, pa rrym, pa pun, pa solt koncertëv, pa kur far aktivitetesh, pa vend ku më shku më la, edhe në sharki e jam optimist. Jo, këtë ves më gjuh pe i kopi të kur përnojë Që optimisti? Optimisti dhe pi kopi të